shpirti, Noqë. bukurishe me sy, Urime dhe juve krejtve. Të nasmirat ishe. Urime krejtve. Urime, flamuri. Flamuri, ma i bukrin but. Bash. Shumë zilita kam qëtë pjesën e sipërme, se shumë e kuqe e bukur E është. kuqe e bukur, po më shkon me flamur, po më shkon me mihrin. E dhjurë me kombinue. O, qa që jo mërdzu keq dje. Ha. Që kejtu drëthsha. Kor marë mu që krejt. Shpulla të menu që po këcej breakdance. Unë e djenë dugojt aty të koca, dhe në të doshtë me pagu, ku një qike vëtësër. Ti të sovjetikie? Thash, hajtë se kje vëgël zdinë sa, thash 30. U plaka e dreqit që për rrenë, në ftyrë, tha, ashtë qare, po të shqitë, që i ki zidu piramidat e Egjiptit. Shqip, se si feti plak nona jute, se ti heq, ti si ki shajat e pleçnis. Pse cilat janë shajat e pleçnis? Shajat e parat pleçnis janë, kur të mahësh për murje dhe i vesh pijamet. Po në nuk e di, o i kule, se une ullë li vesh i pijamet. Ama nisa në di, kur pisha qiftin e sajnë arini në sodit, po mjenë me kuptu pse do kafsh i hojnë të vezlit e vetë. Beso, shembrës për din, na ma përpara gjithë shka bëjshim. Ama gjithë shka lushim mrena, lushim jashtë, festojshim gjithë shka bret, gjithë shka bëjshim. Bilim kujtojt një herë nona, tha hajde me mu e shkum doshti me vleni të pe. Pi thot atina, tha, a mun është tha me ma gjithë ta një të pe, ta që edhe kur të lomitët, tha nuk shihët shumë, ta se kam për sub të fmive. Edhe aj duke i gjia, pi thot, tha, po be ingjeve që kalzëm, tha, so fmi ki, nona pi thot, nënt. Tha, mund, tha, me mgu, tha, asfalt. A mund kujtohet, nona jeme dull pazar dhe na bleti pijama krejtve. Shë. Kuro ëllëm ramje, si rëmënd në Olimpiadën e Montrealit 1976. Na bëjshim gjithë shka, na edhe me babë dhe me nonë për bëjshim, lushim e bëjshim hajgare, bile baba u kënë shumë hajgare gji. Pa dole adin kompirat im ledh këta është nonam. Ati njeri, a janë të më vaj, a i neve fmive me sykshë, kejtë dhe të nga bo. Ta po këta dvaglet tha nuk janë, tha të më vajt janë. Mund kujtohet si sëdë mësusja falke për neve. A baba i shkuat jabe ke, që shika pun djali jem, aja pjabën, a kini dele, kjo për thot ju, a një pro tha duh një mjabli. Ishe që bënë, Nuk kujtohet të mësusja, dhe na ishim të vëtër, halo, mësusja në shkollë për thot, tha, a e njehni, tha, Naimin, a e njehni Qajupin, a e njehni Ndremjedën, na krejt e këqërshim, ku një djallë për përmosit, mësuse tha, nuk i njëm, tha, në ashtë janë në klasën tjetër. Nuk dishim, po na mësëshim. Jo po, mu mësusja, po më thëtë në klasë, këshë ma i vëglin shpit juvë. Thash, baba i mësusë, se a la flenë me nanën. Që më zgjizon ka rëtë. Ka dhe zdishe, tash me dvetë tash e dhe. Tash po. Këshyre, une një me, po bona ka i herë nervëz, kështë shumë. Sëtë fëmija e sudit, i din do se anë e tjera, po nuk i din që a kemi ditë na. Nona, për shumë dhe kemi blet e pinë, se na bëjshim lëmë për një mujdit, se na lujshim mrena, na lujshim jashtë, na festejshim. Fëmija e sodit, për shambull, as nuk del jashtë me lujt, as nuk ta prish të pihin se lunë në telefon. Ta në konë lunë telefon. Festat, aj, pahiri i nin, kur nona baba i ngojnë lojmet, televizor. A mund kujtojt na për një fest, për shambull, 2 avdet për para u bëjshim gati bre. Fest, hej! Që the festat? Urime festat e nëntëret, mëre? Urime! A mund kujtojt një gjirë? A parë kërë bëjsham? Qus,
Recitana. O flamur i dashur, o flamur i dashur, gjyrë të ku që ke, ty të valon, Primi Skenderbe, valove, valove, shkove dur për dur, Ismail Qemali, ty të ngriti në vlorë. Hajde. O popull i dashur, u rime festat e nëntorit. Flamuri i nëntorit. Me 28 nëntor, u ngrit flamuri në vlorë. Ajo dit e shenjt nuk harohet kur, ishte dit lirie, ishte dit pavarësie. Më shumë, për që nuk e fësejna më rëqëtuat. Hajde, Gjamadani via, via, është Kosova, është Shqipëria. Resi zemër qiftelia, o sa e madhe, është Shqiptaria. Urime festa të gjithve. Urime. Jemi rikthyer në këtë mbrëmje feste. Këtë javë, për fatin e mirë të rallë, gjithësisht javën e kaluar, unë me Mirien kishim fatin e mirë që t'jemi mysafir, si artist, si këngëtar, në kryeqytetin e Bosnë e Hercegovinës, në Sarajev. Në Sarajevën e bosnjakëve, të shqiptarëve e të tjerëve. Kur thamë shqiptarëve, një komunitet i madh shqiptarësh jetojnë atje. Edhe ne e kishim për herë të parë, diçka e jashtëzakonshme. Festohej dita e flamurit, 28 nëntori. Ishin prezent ambasadorët tanë, ambasadorët nga Shqipëria dhe mbi të gjitha aq shumë shqiptar. Emra të njohur, njerëz me potencë edhe intelektuale, edhe ekonomike e kështu me radhë. Për neve ishte e jashtëzakonshme edhe vizita në Sarajevën, një qytet ku absolutisht sikur integrohen, janë integruar me kohë, me shekuj, kulturat edhe ajo lindore dhe ajo perëndimore kështu me radhë. Mbi të gjitha shqiptarët sikur mbi 200 vite jetojnë në Sarajev. Këtë vit e festuam së bashku ditën e flamurit. Për ne një ngjarje e jashtëzakonshme sigurisht edhe për ata. Në vazhdim do ta japim një bisedë të bukur dhe me atmosferën e asaj mbrëmje të kryetarës që ishte organizatore e kësaj mbrëmje. Bisedën e kemi pra me kryetarën e Bashkësisë Shqiptare në Bosnjë Hercegovinë, e cila është një profesoresh, e cila është një farmakologe, është një farmaciste, Elvira Dushi. E ndjekim bashkë.